Vlla nuk i, jo. S'kam, nuk kam. Vlla kam mungu kur për men gati vllau i madh. A the që sikur ta kisha pasur një vlla më të madh? Kam thënë në klipin e parë kur kam hyrë që nuk kam pas ndonjëherë vlla edhe këtu kam hyrë me qenë, me konë, si thoni ju, në bes vllau të madh. Dhe që do të vazhdoj përgjigjen është për mua shkollimi është i domosdoshëm të njeriu. Dhe nuk mund të bësh thirrje leni shkollën, se mund nxirrni dhe para me TikTokun, mund nxirrni dhe para me një këngë. Sepse ne kemi parë që nga rrjetet sociale kanë ndodhur edhe kanë humbur dhe jetën njerëz. Por atë është duk normale që gjatë tërë Big Brother me u bullizu realisht për shkollimin e tij. Sepse ne sa e dim Big Brother. Kalani mira. Ty atë është duk normale në krejt Big Brotherin, thot lajër trëndafilit u garut Bilbili? Kër e ka pasion të Bilbili, dhe më thonë... Kjo ka qenë provokim tjetër. Ka qenë provokim tjetër? Provokim tjetër. Po si duket? Po nuk krahasohet me provokimet që ja keni boj ju, bullizim. Për shembull, cili provokim? Ju kam bëj shumë tek Allah që i ke thonë... Tek Allah që i ke thonë se përmend Allah diçka. Aty më prek shumë se po thonë që gjesti, dhe më thonë... Po, i thash, sepse ai momenti kur mori kryqin dhe hodhi, dhe po nuk bën me fyfen tjetër. Tha atë shprehjen, e mora e sjarova, i thash atë shprehje thonë kur bëjnë atë veprim e thonë ekstremistët të cilët po ja s'bën mja fejen tjetrit, asnjë asnjë mënyrë. Dhe thonë patjetër dhe ekstremistët e çdo lloj përkatësie fetare janë krejtësisht të padëshirueshëm. Po përndryshe për gjithë shikuesit falajt, lajeti nuk është kundra fesë islame, përkundra lajeti ka mbështetur gjithmonë. Po ti e di te ty e kanë bërë atë deklaratë. Në emisionin tim Lart Vasili ka thonë që unë i mbështes. Jo vetëm mbështes, po kam thënë që ata janë shumë afër lutjes dhe pendesës, sepse ne harrojmë, domethënë ne ortodoksit kujtojmë një herë të dielën vetëm me vajt kish. Po ata shkojnë shumë herë. Jo vetëm jo shkojnë, po ata falen 5 herë në ditë. 5 herë në ditë. Ortodoksit vetëm kur shikojmë kalojmë nga kisha të bëjmë kryqin. Po gjatë ditës e harrojmë. Unë kisha pas shef, domethënë e kam bënë një surprizë speciale, domethënë një këngë për ty. Për Arborën. Jo, një këngë për ty e kam bën. Lart Vasili meriton shumë më shumë, po unë jep ja Arborës të qetësohet pak se nuk e po vazhdoj kështu. Unë jam mundu tash me bëni këngë edhe e ka këndu dikush. Ti do bësh këto? Po. Te shkruson jam. A dëgjoj? Çfarë është kjo? Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji, e qameria meriton të quhet Shqipëri. Ti meriton një balbon o larti jo. Sa hapav do të thot të dua, po ku ka më mirë se Shqip të thonë të dua. Lumi valbon bashkon alpet e Shqipëris, lartin e valbon i bashkoftiri dashurise. Bravo, faleminderit shumë regjia, bravo. Apo të pëlqen teksti, muzika, orkestrimi Sadri Meri. Sadri Meri, nga Koshia Show. Këndon Jorgo Papinçi. Jo, Jorgo Papinçi nuk këndonte, ishte orkestrimi. Po edhe kështu si ishte. Teksti ishte teksti Jorgo Papinçi, ishte teksti Jorgo Papinçi. Po edhe po u munova me imituar. Atë pëlqej teksti? Teksti më pëlqeu. Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji. Dhe çamëria duhet të quhet Shqipëria, ishte vargu që më pëlqeu më shumë. Po. Edhe Valbona, lumi Valboni bashkon Alpet e Shqipërisë. Unë di që është nga vala e Drinit Bardh. Ç'është bashkëri kjo në kombon atë? Po, edhe deri në Vjos. Po, a? A ka pos kur jemi tek Valbona, mendon që ka pos diçka, ndaj diçka në fshesi ndërmjet Juzit edhe Valbonës lart? Jo, unë e kam thënë, unë nuk e njihja formatin dhe madje më mori edhe pak kohë derisa të mësoja se që aty ka pas shpesher rrengje të cilat janë marrë vesh me njëri tjetrin, po e kemi parë se është thënë dhome rrëfimit. Po, jo, nuk besoj. Nuk besoj se ka pas, përveç se miqësisë të tyre, ka pas diçka më tepër jashtë para se të hynin. Po leo për Valbonë më që Arbora ka dhe Kosova kena femrat bukura. Shiko, unë do e them dhe njerë. Dhe ne
duhet kuptojmë që këtu nga dishullim ballkanik, një ëndër e madhe ime do ishte kur në emisionin tënd këtu, unë do përpiqem ta realizoj tani që kam dalë nga Big Brotheri, të cilja një përfaqësi arvanitasish, dhe të shikoni se ju se si ata me ne flasin të njëjtën gjuhë. Nga kjo, nga arvanitasit, që i bjet janë arbëresht e Greqisë, arbërorët e Greqisë më saktë, kur shikoj një femër të bukur në rrugë, në greqisht, thonë Dardane. Në greqisht e thonë kështu. Madje shprehja është... Në greqisht thonë Dardane? Ja, shprehja është kështu. Are Dardane. Kjo është shprehja. Ata se dim pse e thonë. E si do thot në greqisht të dua? Sagapo. Ose Sagapau. Sagapau. Dhe ne dim që Dardania... E ku është, dhe me thonë, Sagapau është bo ajo me zonën Rebek nanën tua është bo shumë virale. E duan gjithë. Po mirë, ku është ajo për momentin? Ka qenë kolonele. Ku gjindet mamaja për momentin? Mamaja në Tiranë është për momentin. Në do në Tiranë. Tiranë në shtëpi, ku do jetë. A nuk është Greqia? Mamaja? Po. Jo, mamaja do votoj në datën 11. Edhe mandej do ikja? Do kryej detyrimin e saj si qytetare e Shqipërisë dhe pastaj do t'ikë. A gëzohet kështu më të po me femra kështu, i rrethum? Nuk është se gëzohet shumë, po dëgjoj. Ka një detaj të mrekullueshëm me të gjitha. Çfarë me të gjitha? Do të thonë me këto 2-3 të dashurat e mia që kam pasur. 2-3 të më unë pas ke pas. 2 ose 3. Unë zbuloj gjithmonë që mamaja ngelet shoqe. Me to, flasin në telefon pa fund dhe më shajnë të dyja. Edhe pasi jam darun. Më kupton? E Valbona i ka pëlqyer lart. Më duke se kanë folur një herë bashkë. Po se nuk ma thotë, si jam i sigurt. A i ka pëlqyer? Po, a i ka pëlqyer. Çfarë të them unë tani? Shiko, kam përshtyme do i ke pëlqyer nga syt, se do më thënë nga që është vetë kështu me sy si... Për këshore arbora, i ka sy si të Valbonës ajo? Pak ma të mirë. Ato e ka pas mama ofrë dhe do ditë ma shumë ka qëndru me të, ke pas ko gjani raport tapër. Jo do ditë më shumë, se me tu 20 minuta kam. Me mu, jo se jo, po me atë ke pas... Psa kam po 20 minuta, do i marketingit të... Paka shumë janë 20 minuta që ka hyrë arbora. Po, që ka hyrë arbora. Dhe më për 1 sekunda, ta? Por mua duhet jenë diku 23 minuta, do e vërtetosh. Po, i pas këtë gjashme për me arborën, sekundat dhe minutat. Po, shiko... A kaluan shpejt? Shumë shpejt kanë kalu, pak në fillim. Në fillim fare, ha? Dëgjoj, Dardania gjithmonë kanë nxjerrë vajza shumë të bukura dhe nuk është